Atëherë, në Folship Show ekskluzivisht, për herë të parë kemi një vajzë e cila është nga Prizreni, jeton në Gjermani, një vajzë e cila ka fituar 3 herë një çmim Bunarfest, i cili realizohet në Prizren, qytetin tënd Marash. Qytetin më të E mirë. ke parasysh që çdo vit bëhet një Bunarfest, hypin ato varka dhe kush po zbret i pari, tu luftu o vlla me gurë, me gurcoke, me ujë atje, është shumë interesant kjo garë. Edhe 3 herë rresht me u fitu nga një vajzë, e cila quhet Renata Gjeraj, është shumë interesante. Do na me ditë pse më 3 herë fitoi Renata, si ka mundësi, sa stërvitje ka bëu kjo, sa e ka praktikuar këtë sport, kujti përgatitjet e saj gjitha me radhë. Por çfarë më ka bërë më shumë përshtypje tek Renata është që çmimin e fundit që e ka fituar nuk e ka mbajtur për vete, po ja ka dhënë dikujt tjetër që ka garuar me Renatën, por ja ka dhuruar si çmim në shaj respekti, pa dasht me thonë më tepër për këtë pjesë. Mirë po, Gjesi është i mirë. Gjesi është shumë i mirë. E pyesim tash. E pyesim edhe ftojmë me duar tërkitje unë big up Fonjonas Renata Gjeraj. Mirë se erdhe në Folship Show. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Born to be king. Queen. Çdo njeri që vjen këtu është king që kam. King ose Queen? Ose, po, Queen. Faleminderit, Në fakt, nga du të me faleminderit. korrigju me po edhe Queen një tjetër, gëzim. E bojmë, jo Edhe një tjetër. Queen, në fakt, po King, edhe King është në aspektin e përgjithshëm. Po. King femër, King mashkull, e ke parasysh, King është, mos ta s'po e personalizojmë me gjini Kingun, pe e lëmë përgjithshme Marash këtë herë. Mirë se erdhe Renata. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Kënaqësi që të kemi në studio, unë kam dëshirë shumë me ditë për ty, kush je nga je, një biografi tënde, në si ka nisur karriera jote, si e tu kalu në Gjermani, si ke kalu në Kosovë, puna e garave në Bunarfest që ke fituar 3 vite rresht, domethënë shumë kemi për të folur. Patjetër. Të lutem prezantohu pak për Po, publikun. unë jam Renata Gjeraj, vi nga një qytet i Prizrenit, i cili ka kulturë shumë të veçantë për mu. Nina shumë krenare që kom jetu me një kohë të shkurt në Prizren, po tash kom dalë në Gërbet, edhe jetoj në Gjermani, në qytetin e Augsburgit. Për momentin kom pak të vështirë për me jetu në Gjermani, po pa tjetër që po mundona me e kalu edhe me e kalu si sfidë tjetës. Që sa je në Gjermani tash edhe çish po do këtë dallimi mes jetës në Kosovë dhe jetës në Gjermani? Prej janarit jom në Gjermani, do më thonë që 7 muaj jom të jetu në Gjermani. Dallimi mes Kosovës edhe Gjermanisë për mua është shumë ekstrem i madh, sepse ka kulturë të ndryshme, nuk e ka kulturën si në Kosovë për shembull. Edhe ka ndryshe për shembull mentalitet tjetër, kulturë tjetër, gjuhë tjetër që patjetër që duhet me i mësu krejt. A e ke mësu gjuhën në Kosovë apo në Gjermani, tash 7 muaj? Jo, e kam mësu gjuhën në Kosovë. Ke shkum kurs? Po, patjetër. Interesant. A ke dalë në një intervistë në jetën tënde apo hera parë? Kom dalë në për intervista të shkurta, po jo si kjo e tillë. Okej, po e shoh, prandaj ke fitu 3 gara ti, se s'po tani hiç. Më shumë kena emocione unë e Marash, tash më duket se sa ti. Bravo qof. Faleminderit shumë. Okej. E the që ka ndryshim shumë jeta dhe kultura mes Prizrenit dhe Gjermanisë realisht. Po. Cilat janë ndryshimet që mund t'i theksojmë pak më përveç gjuhës e kuptueshme, po diçka që të pëlqen këtu në Gjermani apo që të pëlqen më shumë në Prizren? Ndoshta pak e zarshme është për mu sepse këtu nuk kam shoqëni hala, se jam ende e reja, po kupton. Po mendoj që ndryshimi i kulturës është normal që vrehet edhe është i dukshëm, se kanë kulturë të ndryshme, janë njerëz pak ma qetë, jo si na shqiptar që jena pak ma me temperament. Po be dyqysh, se di pse e kena në Nuk e di. Pse e na kështu E temperament? kena në gjak, luftaroka jena. Interesant që Kështu ka. jemi Si gjenetika. ka mundësi, gjenetik, po kultura. bravo, mo, pse kështu bro? Populli i veçantë. Jemi ndryshe diçka. A jemi veçanta m'duket mu? Mduket tash një kulturë e veçantë, gjuhë e veçantë, historia e veçantë, na ka bo historia jon na ka bo kush jemi na sot si shqiptar. Edhe po m'duket tash ja kena nisë me fluturu, ha? Edhe nuk nalem më. Po tash e kemi mundësit. E kemi Okej. dy shtetet tona po funksionojnë, jemi në rrugën e duhur, shpresoj. Absolutisht. Jam optimist. A mundesh më të tregu se në biografinë tënde kam parë që ti ke qenë qysh e vogël, ke pas dëshirë, pasion sportin, handballin, gjitha këto me radhë, pastaj deri se ke dalur tek Bunarfest. Në fillim kam lexuar që ti ke luajtur handball,
pastaj edhe je vrarje rrëzuar, e plagosur, e sakatume, e fashume, ke hy prap të lujt. A mundem me ditë pak Po, për këtë? patjetër. Se vogël ja kom nis në shkollë fillore të u marrë me sporte që i kam shumë merak, si për shembull handbolli, futbolli, volejbolli. Në kohën kur ja kom nis me lujt handball, ka qenë për mua diçka fenomenale, se në qatë kohë s'kom pas edhe kushte, do më thonë kushtet financiare në kanë shumë tolta për mu si vajzë, edhe për familjen teme. Po patjetër që e kom pa të arsyeshme për me vazhdu edhe më u marrë me një aktivitet. Aktiviteti i parë jam u kanë handbolli, edhe aty i kom fillu karrierën teme si handballiste me një klub të Prizrenit që e ka emrin KH Klik. Pastaj kom pas edhe shumë vështirësi se herë do kur do kom pas edhe lëndime. Do më thonë lëndimi jam i parë është kanë kur ma kanë qa mjekrën. Edhe në loj ma kanë qa mjekrën edhe me njëherë jom ullë ma kanë fashu mjekrën edhe kom vazhdu prap me lujt. Si po mendon qa mjekrën, një rëzu, të kanë rëzu? Jo, më kanë rëzu, tash se dia më kanë rëzu qoftë më kanë shty ose qka po dion, po e kom qa mjekrën midis loje, edhe mrapa mu ka vazhdu prap me lujt lojën, se e kom pas gjakun që s'mu isha me nejt ullta, po kuptan? Edhe u duft pa tjetër që me fitu atë lojë dhe me ecë për para. A ke pas dhimbje shumë në atë moment? Si u konë ajo? Po, pa tjetër që kom pas dhimbje dhe jom konë jo në gjendje të mirë, po pa tjetër që e kom vazhdu lojën edhe kom ecë për para për me vazhdu lojën tjetër, se është konë e vlefshme për neve. Okej, tashi kryeshtarja me ditë. Po. Urzove, Po. të morin ndihma shpejt, shkove vetë. Jo, kanë ardhë emergjenca aty. Emergjenca, pra. Po. Ma kanë fashu. Aty apo çu në spital? Jo, aty ma kanë fashu mjekrën, u bo gjithë qka okej, jom ullë veç kom pushu 5 minuta dhe i kom thonë trajner, a ka mundësi me hi. Se s'mu isha me nejt, apo kuptojnë, e kom pas shumë në gjakat loj. Që shka reagu trajneri në atë moment? Po trajneri tonë kohën më thëj ke Renata atë lutna nuk je gati, po për mu është kanë sikur me më thonë, re qëto, mendoj që kanë me nuk pandon është në Zvicër kjo. Kish kap trajneri këtë, kap fërtame në malë, Spital. Këtë i kishin qunë në spital, me pandon në Zvicër kjo gjo. E tash ti me mjekër të sakatume të fashu me hynë prap në lojë. Po, edhe prap se prap e kena fitu lojën edhe kena jetës në ligë të parë. Bravo. Faleminderit. Shotë Galica që kanë, nuk dorëzohen femrat shqiptare, janë luftarake, bravo. Në fakt, Faleminderit shumë. mos me qenë femrat luftarake, mos me qenë femrat shqiptare, kaq forta, me meshkuj, si do kishim dalë kaq forta. Shumë krenar në bojnë. Shumë krenar, realisht se po. Bravo qoftë. Faleminderit. Po m'vjen shumë mirë. Faleminderit shumë. Aja e ke këtë karakter gjitha betejat e jetës apo vetëm? Ky karakter më ka ardhur prej shumë sfidave të jetës, që i kom kalu një jetë, po kur nuk jom dalë, edhe Çfarë do të thotë, vazhdoj. ke shumë sfida në jetë apo? Kom pas shumë sfida në jetë, edhe i kom kalu patjetër me pozitivitet që nuk nal na kurr. Edhe kom e vazhdu prap mos me unal. Atëherë, kur thu sfida sporti apo sfida dhe tjetës të vështira? Sfida sporti, sfida të vështira, edhe tash që kom kalu një sfidë, për shembull, përmes Kosovës edhe Gjermanisë është kanë shumë problem për mu për një vajzë të re. Edhe për me dalë në gërbet për një vajzë të re, pa kur gjoheq, pandimin e kërkujt vetëm të familjes. Kjo kanë probleme maj madhe për mu, po patjetër që vazhdoj me kalu. Okej, tani ti ke ardhur për një jetë më të mirë në Gjermani, apo? Po, patjetër që po. A mendon që është më mirë jeta në Gjermani se sa në Kosovë? Mendoj që është jeta më e mirë shkaku i sigurimeve shëndetësore edhe shkaku i ndryshëm i jetës për mendimin tim. Po jeta më e mirë nuk është këto. Se jeta më e mirë është në Kosovë, se për shembull krejt sanet i kena ofër, e ki familjen tënde, krejt mirat janë atje. A të bën diçka më të lumtur se sa familja, për shembull pasuria apo gjë të tjera? Jo, vetëm familja është prioriteti jam i parë. Kush është personi që të ka mbështetur më shumë në jetën tënde për t'i kaluar këto sfida që po thua? Personi që më ka mbështetur më shumë të jetë është kanë nana jam. Nana jote, si gjithmonë nanat. Absolutisht. Edhe për nanën duhet rokitje, patjetër. Tash, plani është njëherë me najtë për gjithmonë në Gjermani, apo e ki nërman më këthy dikur? Po mendoj që mundë më najtë në Gjermani për gjithmonë, më falni pak se u emocionova. S'ka problem, heq. Mendoj që muj më najtë në Gjermani, po duhet me këqyrë çka me bo, çfarë rrugë dalje me zgjidh dhe me vazhdu për para jetën. Kur flet për nanën emocionohesh, më duket, a? Po. Ha?
E don shumë domethënë. E du shumë, e kam shumë picked up. Okej, interesant. E përshëndesim. E përshëndesim, si e ka emrin nona? Dimitria. Dimitrie. Po. Dimitrie, të përshëndesim nga Polship Show. A i kënë gja nonës me këtë karakter të fort që i ke përballu sfida? I kom gjo edhe nonës edhe babit. Edhe babit. Të janë luftarak. Të dy janë Ka luftarak. t'jep Po, forcë patjetër. mu përballu me kësi vështirësi. Mjep forcë me pas sfida çdo ditë 3 janë jetë. Edhe nuk nal na kurr, edhe veç i kaloj. Qa Edhe, është? Po, edhe i thom vetës që duhet me vazhdu përpara, edhe duhet me ecë përpara. Se s'bën me u stopu. Okej. Ku është shef Renatën pas 10 viteve? Me qenë se i e kështu, se më njëm të po aty unë që shpo flet ti kemi na bo milionera dhe në tjerëve, se jo veç vetëm. Po na thëshe krize në ti qikë. Pa tjetër që shoh vetën shumë nalt, po nuk kom qef me dhonë shpresa, asnjëherë, po me mundësitë e mia kom qef me pa vetën shumë përpara, edhe tu arrit skena edhe më të mëdha botërore. Në fushën e sportit. Në fushën e Po, sportit. pa tjetër. Në këtë fushë që je Në këtë fushë që jam. në Bunar Fest. Po, në Okej. Bunar Na Fest. trego pak për këtë Bunar Fest. Ku realizohet përveç se në Prizren? Në cilat shtete tjera realizohet kjo? Realizohet vetëm Prizren, njëherë në fillim është kanë si organizim shoqëror, po mrapa ja ka nisu u bo festival unik, edhe është unik në rajonal. I ka 21 edicione që vazhdimisht ka garues nga gjithë bota. Bunar Fest nuk është vetëm për mu, nuk është vetëm garë, po është bo si pjesë e familjes tem. Okej. Pra, në Prizren. Vetëm në A mo Prizren. tani kur thunë gara botërore me këtë, a realizohet edhe në vend tjetër ndërkombëtar apo jo? Jo, po mendojmë që muj me vazhdu edhe në për vende tjera. A mundesh me, do të thonë ti me qenë iniciatorja për me po. vazhduar në vende tjera. Pa tjetër. Shumë interesant. Kam lexuar që ke qenë një herë në Madrid, Spanjë, ku? Në Portugali. Portugali. Po. E kom Ate, mos dalim aty. Do të ma thush pastaj. Okej. Si ka fillu prej handbollit me dal tek Bunar Festi, dëshira jote, apo Po. pasioni, apo si u fute me hyn varkë, që është ajo? Jo, është gum. Gum. Po, vetëm gomone. Veç gomone. Lutem a ka regjia, në qoftë se nuk e kam regji në gjumë, ma lëshonej foto me gomone, të lutem. Shikoj e pak me vëmendje zemër. Bravo regjia, të dua shumë. I hliebe desh bro. Bravo. Ja ku është goma për cilën po bëhet fjalë. Pra domethënë vetëm me lidh audion me bravo regjia, ju dua shumë. Kjo është guma domethënë. Po, Pra, ja me Shqiponia të mrapa te, duke bërë Shqiponien. Prej handbollit erdhi dëshira me hy te ky sport. Përpara se me dal me fol për sportin në 3 gara që i ke fitu, du me ditë si lindi dëshira me hyn këtë lojë. dëshira për me elon handballin si pjesë të pandalshme të jetës teme ka fillu që në moshën e vogël. Edhe kom pas një vështërsi tjetër të jetës që kom thy kamën edhe për 7 muaj jom kanë me paterica. Po njëri ti veç Lendime. veç lëndime mirë kom, o zot na ruaj. Që në handboll e ke Në thënë? handball e kom thy kamën edhe Pas për ke po mirë që ke dalë për handbollit. Pas ke pas musa ka tu krejt. pastaj nuk e kom ditë që a muj me vazhdua, a s'muj me vazhdua dhe për mendimin tem është kanë që ma mirë mos me vazhdu me këtë sport se kam pas shumë lëndime një jetë. Pra ke thuj kamën në handboll. Po. Edhe se ke ditë Edhe se kom ditë që a muj me hec mo, a nuk muj me hec mo. Edhe është Okej. kanë problem, se ashtu, ta mjekët thanë po ashtu? mjekët më kanë thonë kështu. Mjekët kanë thonë që s'janë sigur që kemi Jo. mund me vazhdu prapë me A që ecë. ke që thy koma? Po, e kom thy Rrezik. shumë në rrezik të madh jom kanë. Interesant. Qysh ndodhi ky rast? Ka ndodhur në lojë se njëna prej lojtarëve më ka shty, edhe çaty për çaty, domethënë e kom nxon keq kamën edhe mrapa e kom pas një lëndim shumë të keq. Edhe aty për aty më njëherë kom vazhdu për në spital edhe e kom bo operimin. A është aq sport i rrezikshëm handbolli? Besoj që nuk është shumë sport i rrezikshëm, po kur e bën me zemër edhe e bën me ndjenja atë sport, bëhet i rrezikshëm. Çfarë do sporti që e lun është i rrezikshëm. Interesant. Tani, Interesant. kur edhe pse ki vendos me marrë pjesë në Bunar Fest? Pastaj kom vendos me marr pjesë në Bunar Fest, sepse baba jam e ka bo këtë garë për para meja. Edhe ëndër e kom pas me ja dhonë qoftë edhe një medalje më të voglën atina, edhe me i thonë që edhe qika jote mundet me e bo këto. Edhe kur kom fillu me u marrë me Bunar Festin, babin e kom pas në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Edhe njëna për arsyeve të mia ka qenë për me u marrë me Bunar Fest, me ja dhonë medaljen babës tem.
se është kanë gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe për mu u kanë nështë një medalje me ja knaq shpirtin. Edhe pastaj kom fillu me u marrë me Bunar Fest edhe kom apliku, edhe ju kom tregu që jom pa tjetër që muj me e bo këtë sport. Normal që është sport i vështirë, sepse bëhet me një lumë që ka edhe shumë gorë, edhe ka lëndime trupore, po pa tjetër që për mu s'është diçka që nuk muj me bo. Edhe thëmë me plot bindje që muj me vazhdu. Edhe e ke fitu medaljen, ja ke dhanë. E kom fitu medaljen për herën e parë, edhe për herën e dytë, edhe për herën e tretë. Herën e tretë ja kom dhënë një djalë që e ka pas për herë të parë, edhe kom një mirësjellje që unë e kom ardhë ekstra për Gjermania, pa tjetër, vetëm për Bunar Fest, po e pash që duhet m'ja dhonë dikuj tjetër edhe me shty për para me i thonë edhe ti mundesh me arrit. Bravo. Oh, bravo qo. Është me do me thani, regjia, të lutem, kur flitet për lumin, ma nxjerr lumin, kur flitet për aeroplanin, ma nxjerr aeroplanin. Regjia nuk flet në këtë rast, vetëm dëgjon. Edhe vepran. Faleminderit. Sa i keq jam. Shumë jam i keq. Unë nuk i heq këto sene, unë i logë shumë në transmetim. Renata, i sekund tash. Gara e parë, ka qenë në vitin? Gara e parë është ka në vitin 2023. Në 2023. Po. Sa veta kanë marrë pjesë? Kanë marrë pjesë 60 garues. 60. Po. Okej. Pi vendeve të ndryshme të botës, jo vetëm të Botës? Kosovës. Interesant, që ka garë ndërkombëtare Pa kjo. Po tjetër. edhe jo vetëm shqiptar, Jo vetëm diasporës? shqiptar, ka pas gjermanis, ka pas portugez, ka pas brazilian, do më thonë vendeve të ndryshme të botës. Mora unë që kam katunar krejt, unë s'pa sa më informacion heq. A është një aktivitet që mbështetet për qeverisë? Pa tjetër që po. Okej. Është kanë aktivitet shoqëror, po tash se prapë është bo aktiviteti i qeverisë, aktiviteti i qytetit, aktivitet unik në rajon. Okej, unë kam menduar që është aktivitet vetëm kombëtar, ky që ka ndërkombëtar. Po, Po vishin prej ndërkombëtar. vendeve të Edhe prej botës. vendeve të ndryshme të botës. Shumë interesant. E fitova në 2023 me 60 garu se fitova garën. Po, e fitova garën e parë, edhe atë çmim ja dhash babës tem, se në atë Çmimin ja kohë po. në atë kohë është kanë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe thash nëse e fitoj, ku me e bë për babin. Bravo, 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 bravo. Ja ku e kemi foto mbrapa edhe prindrit tu janë. Edhe Faleminderit. çmimin ja ke dhënë babit tën. Po. Bravo qoftë. Çmimin Çmimin e e dytë pa- kur fitove? Çmimin e dytë e kom fitu në vitin 2024, edhe pastaj e kom fitu çmimin me një mënyrë të ndryshme temën, se kanë qenë 60 garues edhe... Përsëri 60 garus. Përsëri 60 garues, edhe pjesa më e mirë është kanë që njëri pi drejtorave të stafit më ka thonë, Renat, duhesh me bo diçka ndryshe. Për shembull. Edhe e mendova, çka muj me bo ndryshe me e fitu këtë çmim. E mendova mirë dhe thash, a din çka? Duhet veç me shku me veshje kombëtare. Me veshje kombëtare. Me veshje kombëtare kom shku deri te caku nalt, edhe nuk i kom vesh, Okej. deri në momentin që i kom pas gjithë garust përpara. Në atë moment kur kena fillu me u bogate, atë moment e kom qit plisin, e kom qit jelekun, edhe e kom lidh fashorën poshtë. Okej. Edhe jom bogate edhe për me fillu garën, po në momentin që tjertë më kanë pa, gara është kanë e përfundume për ta. Se me u konë një shot e galice vërtet, e ka shumë një krenarit madhe për mu. Do më thënë edhe Tani pa helmet ki dalë se këtë tjerë. Pa helmet. Pa Pa helmet. helmet. Po. Sepse gjithë tjerët e kanë pas helmetën, ti me plis. unë jom konë me plisë dhe asë njëherë nuk e kom lanë plisën me mran ujë. Bravo qoftë. Bravo. Faleminderit. Pse të erdhi ideja mu vesh shumë, domethënë. E para, a e ke ditë që kemi fitu? Apo si e Jo. ka atë energji që tash i sekond. Ka i herë i shoh disa që përgatiten shumë po munden me dështu. Pa tjetër. E tash ti masi janë përgatit gjithë, ti ke lënë surprizën për në fund, ti e vesh ke vu plisin, ata kanë nejtu po çfarë të bon kjo. E tash me pas dështu, kishte qenë jo mirë në fakt. Normal. E kupton se ka qenë një lloj krenarie, se ta vendosësh plisin edhe bosh duhet me fitu patjetër. Pa tjetër që po. Tani E kom mendu shumë herë, edhe momenti jam kur kom thonë, Renat, duhesh me arrit, është konë momenti që e kom veshjen kombëtare, edhe kom thonë, pa tjetër që duhesh me fitu këtë garë. Edhe kur kom rritet caku, para se me mritet caku, e kom pas nonën e djathtë, flamurin e Kosovës, edhe nonën e majtë, flamurin e Shqipërisë. Do me thonë, për mu është ka një krenari shumë e madhe me i pas këta dy flamura edhe pa tjetër veshjen kombëtare.
edhe me mri deri te caku ku është kon ura e gurit. Është kon ndjenje veçantë për mu, edhe për krejt popullin tam shqiptar. Bravo Bravo. qoftë. Edhe për neve po Pa ndjehemi tjetër krenar që me po. ty. Renata, herën e parë qave mjekrën, herën e dytë theve kamen, herën e tretë rrezikove me hyn lumë me ples pa atë Pa mbrojtje, Helmetin. pa mbrojtjen edhe helmetin. A do është me shku sikur ke shoku në Venezuela, po çfarë halli potet ja, e kupton se Unë mendoj që është gjaku i shqiptarit që nuk të lën asnjëherë me ngel, po duhesh veç me vazhdu përpara, edhe duhesh me pa shumë larg. Okej. Çmimin e parë ja dhe e babës. Po. Çmimin e dytë e fitove vet. Po, Kalojmë pak te çmimi i tretë. patjetër që po. Kur ishte gara në 2025-ën? Po, gara ishte në 2025-ën këtë vit isha në Gjermani edhe problemi i vetëm që ishte puna e pjesës biletës. Ishte shumë problem për mu për me e pagu biletën e për me shku në Kosovë. Ndoshta për dikon është shumë e lehtë, po për mu që kisha ardhur në atë kohë në Gjermani është kon e vështirë, se Për s'kisha kushtet 7 muaj. Kushtet financiare. Kushtet financiare nuk ishin edhe aq të mira për mu. Edhe mendova mirë dhe i thash sheficës teme, a ka mundësi vetëm një ditë për me mlon me ikë në Kosovë, se kështu e kam në gjak këtë gare dhe du me shku me e fitu pa tjetër. Më tha sigur të fitojnë? Thash po e kam sakt që e fitoj, edhe du me ikë pa tjetër me e fitu. Edhe mrapa isha tu mendu që çka muj me bo për me shku me e pagu biletën. Edhe vendosa me i thonë motrës teme dhe me i thonë, a ka mundësi me ma pagu biletën, se kështu, jëm të dasht me e garu prap garën tam. Pra i kërkove motrës me ta pagu biletën se vetë s'kishe lek. Po, i kërkova motrës me e pagu biletën edhe e kryti motra jam, shkova në Kosovë edhe nuk e ka ditë kërkosh që jëm të shku për Bunar Fest. Krejt njerëzit kanë mendu që jëm të shku vetëm për 2 ditë, për shembull për një vikend. Po për mua është kanë vikendi ma fenomenali në jetën teme. E fitova domethënë. E fitova prap se prap. E fitova prapë se prapë. Tash ideja është përpara se të dalim te fitimi edhe te çmimi që ja ke dhuru dikuj apo jo. Po, Do ma thush më me specifik këtë pa pjesë. tjetër. Unë në mediat paktën, femrat edhe meshkujt nuk para flasin për kushtet e vështira ekonomike për shembull. Domethënë ka vajza ndoshta apo djem që s'kan, po nuk e tregojnë. Po du me ditë kuraja jote që domethënë që e thu kaq thjesht edhe bukur. Po, Po m'pëlqen drejtësia, se ne e ke parasysh edhe në rrjetet sociale, në Instagram apo ku di unë, në nxjerrim momentet më të bukura. Edhe nuk din askush se çfarë fshihet mbrapa atyre storeve apo atyre momenteve. Dhe realisht në këtë rast ndoshta dikush do kishte thonë e pagua biletën vet, shkova vet, i bona vet, fitova vet, po ti po tregon edhe për një biletë që s'ke pas mundësi me pagu. jo, në atë kohë nuk kom pas mundësi me e pagu, se për shembull e kom pas rrogën shumë të vogël edhe u duft me kqyr jetën teme e jo Bunarfestin. Po për mu, Bunarfesti është bo si garë që duhet pa tjetër mu konë unë. Nëse nuk jam unë, nuk mohet ajo garë. Okej. Edhe për momentin jam konë me një pozitë shumë të vështirë tjetës, edhe i thash motrës të lutem, kjo është e fundit që po e bëj. Edhe më tha që pa tjetër që ka me të një mu edhe me shku në Kosovë. Edhe të nimoj motra shkojnë. Edhe më nimoj motra. E fitova çmimin edhe të tretin. Po. Edhe çmimin ja dhe dikujt tjetër. Çmimin e kom fitu me shumë përgjegjësi, edhe kom pas edhe pa tjetër që prap lëndime, po këtu nuk është konë që kom pas lëndime edhe kom fitu çmimin. Po problemi është konë që unë e kom dasht atë çmim, edhe kom thonë që nuk thejna për Gjermani pa e fitu atë çmim. Do me thonë e kom pas të rëndësishme me e fitu çmimin. Po në momentin që e kom pa një djalë të ri, do me thonë për herën e parë që ishte dugaru, edhe thash me vete, atja dho çmimin, atë moj për vete. Edhe mendova me i thonë një djalit të ri që duhet me ja dhon çmimin, edhe duhet me i thonë kështu duhet me vazhdu për para. Edhe për mua u konë krenari se një femër me e bo këtë sen është ndjenje pa përshkrushme. A ke plan, kjo garë, a është fitim prurse apo është hobi? Se të 60 veta më arë prej krejt botës e me garu, a ka një çmim prej bashkisë apo prej organizatorëve apo ku di unë? Pa tjetër që nuk ka najtë çmim të veçantë, ka normal çmim që unë që kom pas çmimin e fundit të shkon 2 ditë në Portugali, që është bo prej sponsorëve të Red Bullit. Ah, okej. Do më thonë ata më kanë sponsorizu edhe kom shku 2 ditë në Portugali. Okej. Po çmime tjera nuk ka besoj, po në vazhdim besoj që ndodh diçka ma ekstra. Absolutisht. Tani kjo garë vazhdon çdo vit?
Renata? Po, patjetër. Do me vazhdu çdo vit me marr pjesë? Patjetër që po. E Patjetër. kom ëndër këto me e çu përpara një festival shumë të mirë edhe shumë unik në rajon. Bravo qoftë. Nëse ndodh, larg qoftë, mos me fitu garën. Çka bën pastaj? A vazhdon përsëri me marr pjesë vitet në vazhdim apo nuk vazhdon? Nëse vazhdoj me hub garën, Nëse vitin inshallah se humb se po dalon tani po më ke marrë mësysh. Nga tash. Në qoftë se vitin tjetër e humb garën, e tash me gjithë këtë energji e krenari që e ke. Humb gara. A humb shpresa për me vazhdu prap me garu apo e jep ndërheqje apo vazhdon prap insiston për vitet tjera në vazhdim? shpresat asnjëherë një jetë kur nuk i kom hub, edhe për sfidat e jetës që i kom pas, edhe nëse e kisha hub garën, kisha vazhdu prap përpara. Për me ju tregu njerëzve që kur nuk duhet me u ndal. Opa. Gigonda bre. Çfarë be Jonas sa mbi gabite be Jonas. Era, pau. Qysh ke arrit me fitu kaq shpesh? Si i bon stërvitjet për shembull? Çfarë sekreti ki? Stërvitjet nuk bëj hiç fare, po e kom një farë energjie të mbrëmshme që më thot patjetër që mundesh me ja dal, edhe ja kom dal sa herë që e kom luftu këtë garë. Është e vështirë se për shembull lumi është ekstrem i ftoftë, edhe ka vështirësi të ndryshme se mundesh me u rrekullis me gumë dhe mundesh me hub bilancin e gumës. Pastaj është pjesa tjetër që ka shumë gur, edhe mundesh me u vra. Herën e kalume për shembull një garuse e ka vra shpinën edhe aty për aty e kanë qumë një herë me emergjencë. Po duhet me pas kujdes, duhet me i vendos senet që duhet me i vendos për këtë sport, po për mu nuk ka lidhje, edhe nëse nuk i vendosi asni helmet ose jelek. Do të thonë, edhe meshkujt edhe femrat garojnë bashk. Do të thonë, Meshkujt edhe femrat garojnë bashk, edhe nuk ka për shembull cilësi çfarë moshe ka, ose a është më i mirë, a është më i dobti, po gjithë e kanë një garë edhe një cilë. Qysh ka reagua i djali që ja ke dhënë medaljen? Ka reagu shumë mirë dhe i ka pëlqy që e kom bo une si kosovare, se ajo është kon i huje. Nga cili vend kanë, atë kujtohet? Jo, që tash për momentin nuk po më kujtohet, po e di që është kon i huje. Edhe për herë të parë të garu. Edhe për herë të parë të garu. Edhe t'ja ke dhuru çmimin thjesht me motivu edhe me vazhdu. Me motivu edhe me i thonë që duhet me vazhdu për para. Bravo qoftë. Është edhe një shembull i mirë mikpritjes. Faleminderit shumë. Bravo Renat, që si vajzash kena dëshirë edhe djem edhe kështu kena dëshirë me qenë përgjithësi. Edhe mikpritës edhe fitimin me nda me tjertë, nuk është veç për vete. Se realisht shqiptarët kolektivisht jena krejt dështum, individualisht jemi krejt suksesshëm. Kjo është ideja. Bravo qoftë. Faleminderit shumë. Renata, i kam disa pyetje ndiqша me lexu. Okej. Tani kjo është si lloj pyetësore, lojë kështu. Ndiqша me lexu, mos diçka mos diçka e lëmë ashtu. Atëherë. Më mirë me fitu garën në lum apo me fitu garën kush ha më shumë flija? Për mu, më mirë me fitu garën në lum. Gara në lum. Okej. Marash ma e pshat logo 5 minuta se 2 minuta se Logo? Po këta mrapa, se del më bukur kështu. Kam qef Patjetër. këtë zemrën teme me nxjerr shumë pa mirë. Ju kallëzu njerëzve që veç një është edhe born to be king. Çka është më e vështirë për me drejtu? Barkën kundër rrymes, pra atë gomonën kundër rrymes, apo është më vështirë me drejtu një djalë kokfort? Të kesh zemra me Renat. Se tash ka e djem kokfort sa dush, edhe ajo gomonja problem me mojt në ekuilibër. Cilin e kishe rregullu më kollaj? Një djalë kokfort apo gomonën drejt rrymes kundërt? Besoj që gomonën e kisha rregullu se ja ko marrë dorën. Ja ke marrë dorën. E djemt nuk i di qysh janë. Nuk e din ç'është janë. Okej. Rejse. Bukur. Përgjigje mirë. Në garë të lag uji kurse në dasëm të lag shampanja. Cilën do zgjidhje? Në garën e Bunarfest lagesh me ujë, në dasma lagesh me shampanjë. Cilën do zgjidhje mes tyre dyjave? Më mirë me mlag uji se sa shampanja. Bukur shumë. Më mirë një medalje ari, gold, apo një selfie që ti merr 100.000 like? Më mirë një medalje gold. Më mirë një medalje gold. Okej.
Çka është më e rrezikshme, Renata? Dallket e lumit, me atë gomonën, apo fashëthemet e shoqeve? Thashë themet e shoqeve. Janë më të rrezikshme se sa. Më të rrezikshme. Okej. Okej. Më mirë të lodhesh 2 orë në stërvitje apo 2 orë duke prit parukirën me tregullu? Më mirë me u lodh 2 orë në stërvitje. Okej. Kush është më i shpejt? Ti me gomonën në lum apo një shqiptar kur dëgjon që po i vjen policia? Një shqiptar që kur dëgjon që po i vjen policia, është më i shpejt. Për me ikë, okej. Më mirë të përfundosh e para në garë apo e para në rallë të byrektoria? E para në garë, gjithmonë. Okej. Çka është më e rëndësishme? Muskujt e fortë për sport apo gishtat e shpejt për Instagram? Muskujt e fortë për sport. Në lum jeti kapiteni, okej. Në lum jeti kapitenja, pra në lum jeti kapitenja. Në shtëpi kush e ka timonin? Babi. Babi. Dorë drokiti edhe për babin, edhe për mamin, edhe për Renata. Renata, ja ku është kjo kamera, është e jotja. Jep një mesazh sipas dëshirës tënde. Si mbyllje. Faleminderit që më keni ftuar në Fol Shqip Show, edhe inshallah ju hec mbar ky sezon. Besoj që kam ju hec mbar, se kena hi me kam të mbar. Patjetër ju uroj gjitha të mira në jetë, edhe veç vazhdoni përpara edhe mos u nalni kurrë. Shumë faleminderit. Edhe ne të urojmë shumë sukses e ty, vazhdo dhe ti mos u nal kurrë, garo dhe fito, na bëj të ndjehemi krenar, jo vetëm ne, po gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit me duar trokitje dhe big up unë jona se përshëndesim Renata Xheraj.